subjektet politike përpiqen të moralizojnë. Edhe moralizimi gjithmonë është pretendimi baza për gjetë, le të themi, legitimitetin moral se pse ti e bën një fushat. Unë nuk e desha këtë fushat. Po mu imponua. Po mu imponua. Dhe nga që mu imponua, unë jam i pafajshmi këtu, tjetri është fajtor, dhe tjetri është i pamoralshmi këtë rast, unë jam i moralshmi. Këtë e bëjnë shumë subjekte politike, paka shumë diskurs të ngjashëm ka sot edhe opozita. Fushata ka fillu e plagësht. E plagësht. E plagësht, do me thënë. Shihet qartë në ftyrat e njerëzve, njerëz shkojnë në fushat, paraqiten, prezantohen si kandidat, po themi me gjysmë shpirti ashtu, do me thënë. Sepse është edhe lodhje. Po është edhe një lloj fytyre që ti e ke edhe për të satën herë kërkon të njëjtën votë nga persona të njëjtë, domethënë dhe nuk ke afruar në kundërvlerë asgjë për atë votë që e ke marrë. Unë këtu e kam thënë në studio, u kënaqem duke marrë premtime, por realizime nuk ka. Ka që një vjet e ca, domethënë pagat na u bën 1.000 euro, pagat bazike u bën 500 euro, leon, po nuk po bëhen. Nuk po bëhen, dhe po e shohim se demokracia nuk është vetëm se fushat, ka diçka më tepër sa kaq. Po, ideja e bllokut opozitar, sepse opozita nuk funksionon si blok. Këtë duhet me pas qartë. Opozita i ka qarjet e veta. Mbase jo në pamjet parë, po kështu po thotë Zoti Kurti që ata funksionojnë si blok, se agjenda e tyre kanë qenë zgjedhjet. Unë mendoj që këtu ka prap një si themi lojë simbolike fjalësh, ku ideja e bllokut lidhet me bllokimin. Domethënë, kur i thua blok opozitar, ajo ka të bëjë me bllokimin opozitar dhe imponimi i termit bloku opozitar si një fuqi e cila bën bllokimin, krijon prap këtë superstrukturën e kësaj baze morale që vetëvendosja është e aftë dhe din ta bëj mirë. Çka do të shohim dhe çka po shohim në këtë fushat nuk do të ketë premtime, nuk do të ketë, le të themi, oferta të qarta, sepse ka kalu koha oferta. Kurti bëri disa dje në intervistë këtë vë. E bëri, po e dëgjova atë. Më i riu tha është se do ta themelojmë gjandarmërinë, të tjerat ato që kanë qenë premtime, po tha që do t'i bëjmë gjatë këtij mandati. Ideja e kribit të gjandarmërisë është vazhdimësi e fushatës cep më cep. Është vetëm një vazhdimësi e saj, e cila ka të bëjmë me sigurinë, ka të bëjmë me veriun dhe ka të bëjmë me idenë sovraniste të shtetit. Ata janë në linjën e vet. Vetëvendosja deri më tani, ku ne kemi thënë edhe më herë në studio, për momentin është më e konsoliduar, domethënë qoftë edhe partjakisht, qoftë edhe në fushat, pa çka se e plagësht, duke marrë parasysh rastin që disa, le të themi, skandale apo paraqitje skandaloze që ndodhin kohëve të fundit me fushatën e LDK-s dhe ky mega skandali që ndodhi me PDK-n dhe me incidentet që ndodhen në Skenderaj, e kthejnë në pa dhe e bëjnë lojtar kryesor lëvizjen vendosje. Po zhori. Më vonë nisi, sikur e kishte edhe mbase e ka